Sa kushton? Është kushtueshëm? Nuk është shumë i kushtueshëm. Varet prej qendrës në qendër, po nuk janë çmime të larta shumë qysh mendojnë shumica e njerëzve. Mund ta themi një çmim për shembull? Po i varet, ndoshta nuk po du tash me specifiku me çmim se për shkak se varet nga spitali edhe nga ndërhyrja edhe nga lloji i llaserit, mirë po nuk janë shumë të kushtueshme. Do të thotë nëse i krahasojmë metodën e njëjtë që bëhet në shtetet në Evropë ose në Shtetet e Bashkuara, janë 3 fish ose ndoshta 4 fish më shtrejt. Më shtrejt. Po. Edhe teknologjia është e njëjta. Do thotë teknologjinë që përdorim ne dhe llojin e llaserit që përdorim ne në Kosovë është teknologji e avancuar. Është teknologji që përdorin qendrat më të sofistikuara në botë. Që ka rëndësi shumë. Po, dhe kemi shumë pacient. Kemi shumë pacient që vinë nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara, nga gjitha shtetet e botës që vinë dhe kryejnë intervenimin këto dhe pastaj do të zhvillojnë jetën aty ku ndodhen. Konkurroni stomatologët më duket, ë? Se kemi dëgjuar që vini shumë. Ne bënin shumë mirë në fakt.